Dhe për mua pa diskutim që çdo kandidat duhet të ketë drejtën e tij për rinumërimin e votave, të ketë drejtën e tij që çdo proces demokratik të jetë transparent. Se për çfarë do ekzistonte demokracia? Qofse nuk do kishim transparencën për votat e qytetarëve. Në Partinë Demokratike u bë një deklaratë fortë në Partinë Demokratike, them e bërë nga Adriana Kalaja, një tjetër kandidate që nuk arriti të futej në parlament, për Jurita Tabakon. Shumë kush e lexoi si dirigjim nga vetë kryedemokrati, sepse nuk mund të ndërmerrte vetë zonja Kalaja një sulm të tillë kaq të fortë etj. Çfarë besoni ju se fshihet pas kësaj? Zonja Tabaku është një qendrestare, është një zonjë, është një demokrate, por mbi të gjitha është një femër e cila i ka qëndruar kauzave të saj. Çdo fjalë që hidhet mbi të bëhet për shkak një xhelozie personale të individëve të caktuar që duan të ndosin. Nuk ka lidhje këtu Berisha thoni ju? Të ndosin emrin. Unë nuk mund të flas pa fakte. Unë mund të flas këtu për procesin, mund të flas vetë zonja Kalaja, ne kemi parë materialet që dolën në media nga takime me demokratët, me dyert mbyllura, se si shprehte pak kënaqësi për rezultatin e 11 majit, madje donte edhe të largohej derisa Berisha të reflektonte, por pastaj hodhi poshtë këto edhe nuk është se ndërmori ndonjë akt. Pra, ka edhe nga ata që duket se do të shpërthejnë në një moment dhe sërish tërhiqen, bëjnë një hap pas. Nuk ka revolt në Partinë Demokratike. Janë individ cilat nuk i shëndrojnë besnik askujt dhe asgjë as vetes tyre. Ky është komenti im. Po, ke tentuar të bisedosh për shembull me demokratë të tjerë që janë larguar nga Berisha që janë anti-berishist po themi. Unë jam çdo ditë në kontakt me demokratët dhe ato që janë aktualisht brenda Partisë Demokratike dhe të gjithë janë në një mendje që Partia Demokratike ka nevojë për riformatim. Ka nevojë për një analizë, ka nevojë për ndryshim elitash dhe ka nevojë mbi të gjitha të pranojë realitetin. E sheh ti të mundur largimin e Berishës ndërkohë që unë e shoh të gjitha flasin për të kundërtën. Ai vetë i pari që nuk largohet, e ka thënë edhe vetë. Kjo nuk është në dëshirën e tij. Si nuk është në dëshirën? Nuk është në dëshirën e tij, sepse Partia Demokratike ka një statut i cili duhet respektuar, po dakord, po ka dhënë argumente edhe për këtë. Në të cilën thuhet që kryetari në momentin që mbet zgjedhje duhet japi dorëheqjen. Dhe pa diskutim që Partia Demokratike do futet në zgjedhje. Pa i nuk i quan zgjedhje, i quan farë. Se çfarë i quan ai është problemi i tij, kjo zgjidhet edhe me gjykatë. Mjafton ta çojë një antar i thjeshtë i Partisë Demokratike çështjen e leadershipit në gjykatë dhe brenda vitit pa diskutim që do bëhen zgjedhje. Nuk është thelbi që është në pëlqimin e zotit Berisha. Po kush mund ta çojë këtë? Kush mund ta çojë çdo antar i thjeshtë i Partisë Demokratike. Çdo antar i thjeshtë. Është kaq e thjeshtë të heqësh Sali Berishën nga PD-ja? Është nga drejtimi i PD-s. Tani ka dy gjëra. A çfarë po them unë? Që t'jemi me këmbë tokë them unë. Po pra, me këmbë tokë po them. Dëshira ka shumë. Ajo është një gjë shumë e thjeshtë. Çdo antar i Partisë Demokratike ka drejtën ta çojë çështjen në gjykat dhe Sali Berisha brenda vitit jep dorëheqjen që të ketë zgjedhjen Partinë Demokratike. Por këtë po mirë, ti e di që edhe po pati zgjedhje sërish Berisha i fiton. Këtu është problemi. Rikandidimi. Atëherë tani vim këtu tek pika që ti ke shpallur dëshirën dhe vullnetin për të garuar edhe për drejtueset PD-s nëse do të ketë zgjedhje, qoftë edhe përballë vetë Sali Berishës. Pse e ke shprehur publikisht këtë dëshirë? Okej, mund të jetë dëshirë, po pse mendon se ka ardhur koha, domethënë që të marrësh një pozicion kaq të rëndësishëm? Nuk është dhe pse do të votonin demokratët sa kohë përpara mund të kesh rival Sali Berishën. Si mund të fitosh përballë tij? Nuk është thelbi që të marr unë Partinë Demokratike. Jo. Thelbi është si kryetari them unë. Thelbi është që Partia Demokratike ka nevojë për riformatim. Thelbi është që Partia Demokratike ka nevojë të ndryshojë dhe që Partia Demokratike të ndryshojë, ndryshimi duhet fillojë nga leadershipi. Ka që vështirë është që në 35 vite Partia Demokratike mos prodhoi një leadership të ri. Po mire, fakti kandidaturës time ka të bëjë me të rinjt. Këtu e ka fajin vetëm Sali Berisha,
Fakti kandidaturës time ka të edhe mundja bëjë saj kandidaturave, e guximit pikërisht pra, të njerëzve që mund t'i dalin përballë. Fakti kandidaturës time dhe pse vjen këto momente është një shprehje e guximit që kjo parti duhet të ndryshojë për gjeneratën e re, për të rinj dhe të rejat. Nuk është thelbi të marrë në Partinë Demokratike. Ta thash edhe një herë, nuk është për interes personal kjo. Kjo është për të dhënë një mesazh qartë tek gjithë të rinj dhe të rejat që ka ardhur koha, ka ardhur momenti që gjenerata e re ta drejtoj Partinë Demokratike. Të ketë një të djathtë reale, jo një pateric qeverisë. Po unë them, a është e mundur që në garë me Berishën me kandidaturën time unë këtu ftoj dhe kemi parë shumë palë zgjedhje aty. Me kandidaturën time unë këtu ftoj shumë të rinj dhe të reja të kandidojnë. Po pra, po jam dakord. Ky është mesazhi, ky është thelbi, nuk është thelbi. Dakord, në parim jam dakord, po aty janë bërë të ashtu quajtura zgjedhje edhe herë të tjera dhe ka pas edhe kandidat rival Berisha edhe Basha, po formal kanë qenë sepse nuk kanë marrë. Nga që kanë qenë formal nga 2013 deri në 2025 ke vetëm humbje. Nga që kanë qenë formal dhe nuk ka pas garë. Po nëse bëhet garë ndershme, ti mendon se shumica e demokratëve nuk do ta votonin Berishën për të vazhduar? Absolutisht jo. Sepse Berisha ka pasur meritat e tij në Partinë Demokratike. Partia Demokratike është krijesë e tij. Por ka ardhur momenti që Sali Berisha ta kuptoi që duhet dalë në pension. Duhet shijoj pleqërinë e vet. Ka skaduar koha e tij politike. Sali Berisha nuk frymëzon më. Është mundur 2 herë, në 2013 nga Rama dhe në 2025. Del tani në çdo studio dhe thotë më vodhën, sa të vodhën? Sa të vodhën? Ti veta fitove? Ti nuk fitove? Ti nuk frymëzon më? Prandaj ti duhet ta lësh këtë parti të riformatohet. Pse nuk e lë ai sipas teje? Për interesin e tij personal, absolutisht. Që për interesin e tij personal. Sali Berisha sot që flasim ka vënë interesin personal para interesit kombëtar. Po ma shtillo pak këtë interesin personal. Ku konsiston ky? Kjo konsiston edhe tek fakti I problemeve që Sali Berisha ka. Me drejtësinë thua? Me drejtësinë, po dhe me nëngratën. Sepse nga nëngrata Sali Berishës nisi gjithçka. Dhe gjatë fushatës, po ta kesh vënë re, këto janë përpjekur që të shpifin dhe të disinformojnë duke thënë është hequr nëngrata për duke sjellur edhe atë Kris Lasivitan për të dhënë këtu një mesazh absurd. Që Amerika është me ne, po Amerika ka diçka, sidomos kur merret një vendim serioz, si ai I nëngratës, me atë vendim serioz duhet njoftoj po faqja zyrtare e ambasadës amerikane, jo një gazetar, jo një këshilltar që paguhet, që e merr dhe ti dhe unë mjafton të kemi çek me shumë zero për ta pasur prezent për këshilltar ligjor, për fushat ose për çfarë të duam neve. Nuk është thelbi që ne t'i hedhim his sy shqiptarëve. Është problemi që ne si Parti Demokratike dhe që të jemi realisht demokratik duhet të hapemi. Duhet të jemi një parti që të mbledhim individ që kanë vlera, intelektualët kanë ikur. Kush është sot e PD-ja? Në dorë të kujt është PD-ja sot? Të Albana Vokshit, të Flamur Nokës, të Fari Balliut, të figurave të urryera, të figurave që nuk kanë vota, të figurave që janë mundur 4 herë nga Rama. Çfarë frymëzimi do japin këto për gjeneratën e re? Ti në analizën tënde që ke bërë personale për 11 majin për shembull, pse mendon se humbi kaq thellë Partia Demokratike, analizuar në të gjithë komponentët e saj, ose më saktë Edi Rama fitoi kaq thellë, nuk ka të vërteta në pretendimet e opozitës për manipulime zgjedhore, krime zgjedhore. Edi Rama ka ruajtur kuotat e veta. Unë e shqetësuar jam dhe për ato 150.000 votues që kanë shkuar te partitë e reja. Pse nuk I tërhoshi Sali Berisha? Pse nuk I tërhoshi e djathta? Dhe për votuesit e ri këtu nuk po I hy fare unë Parti Socialiste, po I hy Parti Smundësia, Shqipëria bëhet. Këto ishin zëra që kërkonin ndryshimin, ishin zëra që nuk e gjenin veten më tek e djathta. Mirë, ata janë një lloj anti-establishmenti, jo, ato janë vota që I kanë ikur Partisë Demokratike. Që nuk duan as PS-n as PD-n. Ato janë vota që alternativë të re. Janë vota që I kanë ikur Partisë Demokratike. Shifrat flasin, nga 2021 tek 2025, sot PD-n e ke me 45 mandate.
se pesi ketë aleatëve, ta krahasosh me 2021-shin. Dhe nëse do vijoj në këtë trajektore, në zgjedhjet e radhës do kaloj me 30 deputet. Dhe kjo është fatkeqësi, sepse është një parti e cila është parti e djathtë, e cila përfaqëson diçka për historinë e Shqipërisë dhe duhet ketë vazhdimsi. Nuk mund të ndrydhet tek një emër personal që është Sali Berisha. Prandaj, kjo nuk është çështje interesi tim personal. Unë nuk kam fituar gjë nga kjo parti. Unë jam një avokate, profesioniste, madje fitoj më shumë se rroga e një deputeti në punën time. Këtu jam për të dhënë një opinion timin mbi situatën reale që Shqipëria sot dhe fatkeqësinë më të madhe që sot Shqipëria nuk ka opozit. Nuk ka opozit që frymëzon. Po dakord, po sepse unë kam qenë në çdo studio televizive. Kam qenë në kafene, ngado, nuk kam dëgjuar që PD-ja do fitonte. Në çdo vend, me këdo që takoja, me këdo që ulesha. Çdo sondazh i çdo mediave e nxirrte Partinë Demokratike humbse. Do të thotë që kjo parti nuk frymëzoi. Prandaj humbi. Çfarë preti tani? Sepse kur dikush do silli ndryshimin, dëgjohet. Dëgjohet diku në një kafe, në një TV, në një bisedë mes mish. Të gjithë thonin që Rama fiton këtë zgjedhje. Madje këtu dua të kujtoj edhe Syri TV nuk nxorri prej shumë muajsh një sondazh. Nuk bëri një sondazh. Sepse Sali Berisha e dinte se do humbte. Sali Berisha hyri për të humbur, nuk hyri për të fituar. Ai fitoi vetëm legacinë e tij si kryetari i opozitës. Aty fitoi.